Sot, si që gjithë në një epokë, le ta quajmë, në një botë, ku platformat online janë bërë pjesë e pandashme e punës e informimit, por edhe aktivizmit tonë. Por pikërisht këto hapësira që na japin zor, shpesh po shndrohen pikërisht në vendet ku gratë, sidomos gazetarët, aktivistët dhe figurat publike përballen me gjuhë të urrejtjes, përballen gjithashtu me ngacmime, përballen edhe me kërcënime, edhe me dezinformata, të cilat janë edhe bëhen për shkak të gjinisë, për shkak se target ose viktim janë gratë. Këto sulme nuk janë padamshme nëse eventualisht dikush mendon diçka të tillë. Ato synojnë që të na heshtin, synojnë që na dekurajojnë edhe të aktivizojnë pjesëmarrjen në vrapën e hapësira publike. Fatkeqësisht nuk po them se vi nëse ka ndonjë student në bazë të diskutimeve që i kemi, të gjithë jemi dëshmitar që kjo ka ndodhur realisht. Ka plot gra që e kanë ndarë aktivitetin e tyre ose aktivizmin e tyre pikërisht për shkak të këtyre sulmeve që janë bërë në hapësira digjitale. Hapësira digjitale, e cila të thuash ndoshta deri para 3-4 vitesh, ka qenë ose është parë si vend i mundësive, vend i mësimit, vend i shkëmbimit të ideve, i rrjedhëzimit, besa tani janë bërë hapësira jashtëzakonisht të rrezikshme, sidomos për gratë dhe për vajzat, por natyrisht edhe për djemtë dhe mashkujt, por në mënyrë specifike për vajzat edhe për gratë, ku ngacmimet të llojeve të ndryshme, ku kërcënimet, ku bullizmi, deepfakes, e tjerë, ndarja informatave personale pa pëlqim, e tjerë, plus keq informimet dhe dezinformimet, zatën edhe shpifjet ndaj këtyre grave dhe vajzave janë bërë pjesë e përditshmërisë. Këto forma të dhunës, se kjo është zatën dhunë, është dhunë online, edhe duhet ta kemi të qartë që dhuna psiqike ndonjëherë është edhe më e rëndë, edhe efekti negativ është shumë më i madh se sa ndoshta i dhunës fizike. So kjo formë e dhunës psiqike online ka qëllim, në të vërtetë drejt të them nuk e di çka është qëllimi i një lloj dhune të tillë, por si një lloj ideje ose rezultati që pritet është të jetë poshtrimi i këtyre grave dhe vajzave, të jetë nënçmimi i tyre, qoftë në aspektin personal, qoftë në aspektin profesional, është nënshtrimi i tyre në një farë mënyre, përsëritem nga aspekti psikologjik, frikësimi i tyre, besa edhe kjo që të mos mund të ndjen të sigurta edhe në hapësirën e vet ku janë, e që në mënyrë të drejtë për drejtë pastaj ndikon në pjesëmarrjen e këtyre grave në jetën publike, ndoshta edhe në aspektin fizik, pjesëmarrja e tyre në jetën publike njësoj si e ceku edhe zonja Dema Selmani. Edhe gjithë dim që na jetën që bëjmë sot një pjesë të madhe të saj e zhvillojmë online. Krejt diskutimet, krejt komunikimin, krejt debatet, shumicën edhe hallet i qajmë online i bëjmë. Po në qëtë hapësirë që ka është e vërteta, është një pjesë e grave përjetojnë shumë dhunë digjitale. Edhe kjo nuk ka të bëjë veç me komentet e pakëndshme, po ka të bëjë edhe me sigurinë, me shëndetin mendor, ka të bëjë me karrierën e çatyre grave, cilët e kanë, shumë thonë, një rrezikohet për shkak që saj dhunë që u bëhet vazhdimisht. Pikërisht për këtë arsye, projekti jon Youth for Inclusion, Equality and Trust, që zbatojnë as bashku me UNDP-n, edhe na si UNFPA, po edhe me AGK-n që jemi të implementu, përpiqet me kriju hapësira si kjo e sotmja, ku na ju dojmë hapësirë grave, vajzave të rinjve me folë, me u dëgju, me u kuptu, edhe qëto gjithanë me përkthy në rekomandime konkrete dhe në veprime konkrete. Qëllimi jonë është i thjesht me kriju një hapësirë digjitale ku gjithë janë të sigurt me folë, e sidomos gratë, për shkak se ato e paguajnë çmimin më të lartë gjithmonë kur vjen puna te dhuna digjitale. Dojmë një internet ku gratë me folë lirshëm, me qenë dukshme, me qenë lidere, me qenë profesioniste, pa u përballë me sulme.